me pasion, me kurajo, të guximshëm, të vendosur. Përreth nesh, njerëzit jetojnë plotësisht të angazhuar. Jemi dëshmitar okular se si atletët i shtyjnë kufijt të aftësive të tyre fizike. Si përmarrësit i çojnë industritë përpara dhe njerëzit krijues e eksplorojnë potencialin e artit dhe performancës. Jeta jetohet më mirë kur je i angazhuar plotësisht. Por po sikur të bënim të njëjtën gjë me besimin tonë. Po sikur ta çonim besimin në një nivel më të lartë nga sa mendonim se mund të ishte, ne si besimtarë jetojmë jetën plotësisht të angazhuar. Jemi plotësisht të përkushtuar, tërësisht të përfshirë. Edhe vetë do të abiteshit nga ata që mund të bëheni përmes fuqisë së Perëndis. Ju jeni të pakufishëm dhe jeni plotësisht të angazhuar. Po ju lëm me mikpritësin tuaj, Doktor David Jeremia. Çfarë ndodh kur një atlet thirret për të qenë pjesë e një skuadre? Çfarë ndodh kur një senator thirret nga votuesit për të shkuar në Washington? Dhe çfarë ndodh kur një fëmijë jetim thirret për të birësuar në një familje të re? Diçka ndryshon. Gjithçka ndryshon. Ata bëhen diçka më e madhe dhe më e fuqishme se vetvetja. Në të njëjtën mënyrë, kjo është ajo që ndodh kur unë dhe ju jemi thirrur nga Perëndia në besim tek Krishti. Ne gjithashtu jemi thirrur në kishën e Tij, diçka më e madhe se vetja jonë. Titulli i mesazhit tim të sotëm shpreh kuptimin e kësaj. Ne jemi thirrur që të jemi plotësisht të angazhuar në kishën tonë. Kuptoni që të qeni të i përkushtuar ndaj Jezus Krishtit do të thotë që të jesh i përkushtuar me energji dhe i përfshirë me kishën e Tij. Dhe sipas Biblës, kjo nuk është me zgjedhje. Do t'ju shpjegoj sepse dhe se çfarë kuptimi ka kjo në programin e sotëm të Moment Vendimtar. Pas luftës së dytë botërore, një grup studentësh gjerman dolën vullnetar të rindërtonin katedralen që ishte bombarduar nga gjermanët dhe ndërsa puna përparonte, ata filluan të shqetësoheshin për një statuj të madhe të Jezusit, të cilën e kishin gjetur në kish me krahët e hapur, dhe poshtë statujës ishte një mbishkrim i vogël, Ejani Tekun. E po problemi me këtë statuj ishte se duart e saj ishin thyer dhe shkatruar plotësisht dhe pasi diskutuan se çfarë duhet bënin, vendosën të mos ja vendosnin duart statujës dhe ta ndryshonin mesazhin e shkruar në fund të saj. E hoqën mesazhin Ejani Tekun dhe e zvendësuan me Krishti nuk ka duar të tjera përveç duarve tona. Si një kujtesë që Jezus Krishti është në qiell, por trupi i Krishtit është në tokë. I vetmi Krisht që shumica e njerëzve do të shohin ndonjëherë është Krishti që shohin në këtë trup. Të ndjekësit e Tij dhe ne jemi thirrur që t'i shërbejmë Atij në këtë mënyrë. Të gjithë ne e dim se Romakëve 12 është një kapitull goxha i famshëm, të gjithë kemi dëgjuar shumë predikime mbi 2 vargjet e para. O vëllezër, po ju bëj thirrje nëpërmjet dëmshurisë së Perëndis ta paraqisni trupin tuaj si flitë të gjallë, të shenjtëruar, të pëlqyer te Perëndia. Pikërisht këtë na thot vargu. Për fat të keq, ne zakonisht e ndalojmë diskutimin ton për Romakëve 12 në fund të vargut të dytë. Por problemi me këtë është se pjesa tjetër e kapitullit na tregon se si ta bëjmë atë që na thon të bëjmë 2 vargjet e para. Pra si ta paraqesim trupin ton të shenjtëruar, të pëlqyer te Perëndia. Ky është një nocion madhështor dhe fisnik, por të gjithë duan të dinë se çfarë kuptimi ka. E po përgjigja për pyetjen se çfarë kuptimi ka gjendet në vargjet më poshtë, vargjet 3 deri në 8. Dhe përgjigja se si ta paraqesim veten ton te Jezus Krishti si një fli të gjallë gjendet pikërisht në kish. Kisha e Jezus Krishtit është atmosfera në të cilën ne përjetojmë shërbesën sakrifikuese për Zotin. Prandaj dua që t'i lexojmë këto vargje dhe t'i shtjellojmë ato së bashku. Nuk do të qëndroj shumë gjatë në secilën nga pikat, por dua që të shihni një pamje më të gjerë të gjithë kësaj. Dhe le ta fillojmë duke bërë pyetjen: si duhet të mendoj për thirrjen e tij një i krishterë
plotësisht i angazhuar. Të gjithë ne si besimtar kemi 3 thirrje. Ne jemi thirrur te Krishti në shpëtimin ton. Pastaj jemi thirrur që të shërbejmë dhe së fundmi ne jemi thirrur në shtëpi për të qenë me Perëndin. Në këtë pikë të parë dua që t'ju tregoj pak se çfarë do të thotë që të jesh i thirrur për të shërbyer dhe se si duket kur ke një thirrje nga Perëndia. Është shumë interesante mënyra se si Pali e zbërthen këtë për ne. Ai na kujton se qëndrimi ynë për thirrjen është shumë vendimtar. Le të lexojmë bashkë vargun 3, sepse për hirin që më është dhënë, unë i them se cilit prej jush të mos e vlerësoj veten më shumë se sa duhet ta çmoj, por të ketë një vlerësim të përkor, sipas masës së besimit që Perëndia i ndau secilit. Kur një njeri e paraqet trupin e tij ose të saj si një flit të gjallë, gjëja e parë që kuptoni kur e bëni këtë është se kjo krijon një ndjesi përulësie që lind nga ky veprim. Shembullin për këtë e gjejmë në pjesën tjetër, ku na thuhet sepse për hirin që më është dhënë, unë i them, zonja dhe zotrin, nëse ne kemi një thirrje nga Perëndia, që të gjithë kemi një, kjo nuk ka as pak lidhje me ne, por me hirin e Perëndis që na lejon të jemi pjesë e asaj që ai po bën në këtë tokë. Nëse jeni bekuar me një dhunti, duhet ta ruani zemrën tuaj që të mos mendoni kurrë se kjo dhunti është për ju, por që Perëndia përmes hirit të tij ju ka dhënë këtë aftësi, këtë dhunti të veçantë që të jeni pjesë e asaj që ai po bën në këtë tokë. Kur Pali është i vendosur që të na mësoj për ulësinë, ai përdor veten si shembull. Te Romakëve 1:5 ai thot, me anë të cilit ne kemi marrë hir dhe apostullim për bindje në besim midis të gjithë kombeve, për hir të emrit të tij. Një nga gjërat më të mëdha që na ndodh si të krishterë, më së pari është mirënjohja jonë që jemi pjesë e planit të Perëndisë për shpëtimin. Por pastaj që herët në përvojën tuaj si të krishterë, me shpresë se jeni pjesë e një kishe ku ka mësim, ju filloni të kuptoni se plani i Perëndisë për ju nuk është thjesht që të rehatoni dhe të shijoni shpëtimin tuaj, por Perëndia ka një plan që t'ju përdor në shërbesën e ungjillit të kishës. Më pas kur kjo fillon të ndodh, filloni ta ndjeni se Perëndia ka një plan për ju, ashtu siç ka për gjithë të tjerët. Më dëgjoni pak, ja se çfarë mësimi dua të përçoj sot. Bibla thot se nëse jeni të krishterë, ju është dhënë dhurata e shërbesës nga Perëndia i plotfuqishëm. Ky është një fakt i pamohueshëm i shkrimit. Prandaj mos rrini ulur dhe të më dëgjoni sikur kjo është për dikë tjetër. Kjo është për të gjithë ne. Kjo është për gjithë secilin prej jush që po më dëgjoni. Perëndia ju ka dhënë dhunti për të bërë diçka dhe pyetja është çfarë po bëjmë? Dhe nëse po bëjmë diçka për Zotin, Pali do që ne të dimë që në fillim se kjo është për shkak të hirit të Perëndisë. Duke pasur dhunti të ndryshme, thot Pali, sipas hirit që na u dha. Shtrirjen e kësaj e kemi në vargun 3, gjithashtu na thuhet, unë i them se cilit prej jush, këto kemi një panoram të përgjithshme. Pali i përfshin të gjithë, pa përjashtim. Disa njerëz mund thonë, ky është një mesazh për predikuesit, apo për misionarët, apo për njerëzit që në thonjza kanë një thirrje profesionale. Jo, kjo është për të gjithë. Gjithë secili është nxitur që të mendojë për veten dhe që të mos e çmoj veten më shumë nga sa duhet. Perëndia mund të përfundojë çdo gjë që duhet të përfundojë pa asnjërin prej nesh. Dua të them se ai krijoi botën, ai na krijoi ne, ai nuk ka as pak nevojë për ne. Por ai ka zgjedhur që të na përdor për të sjellë lavdi emrit të tij dhe thjesht dua t'ju them se pas gati 50 vitesh që i kam shërbyer Zotit, përveç shpëtimit tim, gëzimi më i madh që kam është i shërbej Zotit Jezus Krisht. Që të çohem çdo mëngjes duke ditur se atë ditë do t'ja kushtoj energjinë time, diçka që është e përjetshme. Dhe jam veçanërisht mirënjohës për këtë gjatë këtyre ditëve. E di që një nga gjërat e qëndrueshme që Perëndia na ka dhënë neve është kisha e tij, dhe ne mund të jemi pjesë e saj, dhe nuk ka pse kjo të ndikohet nga të gjitha gjërat që po ndodhin përreth nesh. Është plani i Perëndisë që ne të jemi pjesë e kishës. Përjashtimi i kësaj në vargun 3 është të mos e vlerësoj veten më shumë se sa duhet ta çmoj. Në përkushtimin tuaj ndaj Jezus Krishtit, dhuntin që po e përdorni në kish, gjithmonë duhet ta bëni me një frym përulësie dhe mirënjohjeje ndaj Zotit. Dhe pasqyrimi i kësaj është sërish në këtë varg, por të ketë një vlerësim të përkor, sipas masës së besimit që Perëndia i ndau secilit. Biblia na mëson se të gjithë ne jemi antar të kësaj skuadre, të këtij trupi, dhe Perëndia i ka dhënë gjithë secilit prej nesh dhunti të ndryshme dhe unike. Dhe bukuria e kësaj është që bëhemi bashkë dhe i përdorim dhuntit tona për të sjellë një ndryshim në botën në të cilën jetojmë.
Ne duhet i marrim dhuntit që na ka dhënë Perëndia dhe të vlerësojmë përdorimin e tyre, dhe ndërsa e përdorim dhuntin ton, duhet jemi plotësisht të vetëdijshëm se jemi të rrethuar nga njerëz të tjerë që kanë dhunti, shumë prej tyre mbase me më shumë dhunti se ne, dhe ne duhet ta shijojmë dhuntin ton si pjesë e dhuntisë së trupit të Krishtit. A më dëshmon njëri për këtë? Dikush e ka përkufizuar për ulësin si një vetmohim të pa vetëdijshëm. Për të thënë ndryshe, e kam ndarë këtë me ju edhe më parë, që për ulësi nuk do të thotë të mendosh veten me më pak vlerë, por që të mendosh më pak për veten. Qëndrimi i duhur për dhuntin e dikujt është që të kuptosh që Perëndia jo vetëm që të ka dhënë dhuntin, por ai na jep edhe aftësinë për ta përdorur këtë dhunti. Dua të them se ajo që ne ofrojmë është vetëm gatishmëria jonë. Perëndia na jep dhunti, pastaj ai na ndihmon që ta përdorim këtë dhunti. Pietri shkruan, gjithsecili le ta vërë në shërbim të tjetrit dhuntin që ka marrë, si kujdestar të mirë të hirit të shumëfarshëm të Perëndisë. Por më lejoni të qëndroj këtu për një çast dhe t'ju jap disa mendime specifike që përshtaten shumë mirë me këtë çështje. Në shkrim kemi një rend që nuk shkelet kurrë. Ja cili është? Jeni gati për të? Krenaria vjen përpara shkatrimit, kurse përulësia vjen përpara nderimit. Ose siç e lexova më parë, krenaria është kapitulli i parë në librin e dështimeve, kurse përulësia është kapitulli i parë në librin e sukseseve. Perëndia nuk e vendos kurrë dikë në një pozicion drejtimi pa e çuar atë më parë në një qëndrim shërbëtori. Dhe këtë mund ta keni që në fillim të përvojës suesit krishter, ose mund të prisni derisa ta mësoni në mënyrën e vështirë. Nëse qëndroni të përulur dhe qëndroni të uritur, nuk ka gjë që Perëndia nuk mund të bëjë në ju dhe përmes jush. Perëndia na thot se ne duhet ta përulim veten përpara tij, ai na jep një zgjedhje, ose ta përulim veten përpara tij, ose ai na përul vet. Të gjithë i kemi përjetuar të dyja këto gjëra dhe të gjithë zgjedhim të parën në vend të së dytës. Mesazhi që marrim nga Romakëve 12:1 dhe 2 është se Perëndia do që të na përdor kur ne i paraqesim trupat tanë përpara tij si flitë të gjallë. Prova për këtë është se si i shërbejmë atij me një frymë përulësie, se si një i krishter i angazhuar plotësisht mendon për thirrjen e tij. Perëndit, falenderoj shumë që më lejon të jem pjesë e punës tënde dhe që më ke dhënë një dhunti të cilën mund ta përdor për trupin e Krishtit. Të gjithë ne këtu mund ta bëjmë këtë lutje, dhe kjo është një lutje që Perëndia e nderon. E dyta është kjo: si duhet mendoj për kishën e tij një krishter plotësisht i angazhuar? Pra Perëndia ka dhënë një dhunti ty, një ty dhe të gjithë ne kemi dhunti, të gjithë mund ta themi këtë me autoritet. Unë jam një njeri me dhunti. Thuajeni me mua, unë jam një njeri me dhunti. Kjo është fantastike. Tani çfarë duhet bëjmë me këto dhunti? E po, vini re vargjet 4 dhe 5 të Romakëve 12, sepse sikurse në një trup kemi shumë gjymtyr, dhe të gjitha gjymtyrët nuk kanë të njëjtin funksion, kështu edhe ne, megjithse jemi shumë, jemi një trup në Krishtin dhe secili jemi gjymtyr të njëri tjetrit. Të gjithë ne në mënyrë unike sjellim diçka në trupin e Krishtit. Dhe ne duhet të mendojmë për këtë në lidhje me madhësinë e kishës. Vini re se çfarë na thotë vargu 4, ne kemi shumë gjymtyr. Dhe këtu nuk po flitet për kishën Shadow Mountain Community Church, por po flet për kishën që është trupi i Krishtit. Dhe kisha që është trupi i Krishtit është e përbërë nga të gjithë njerëzit kudo në planetin Tokë, të cilët e kanë pranuar Jezus Krishtin si shpëtimtarin personal. Trupi i Krishtit është i pamas, është i stërmadh. Është shumë e lehtë që ta anashkalojmë fjalën shumë, por është arsyeja më e madhe për rëndësinë e dhuntive shpirtërore, sepse ka shumë njerëz të cilëve ne duhet të shërbejmë në trupin e Krishtit. Është thelbësore që të gjithë anëtarët e trupit të Krishtit të jenë pjesë e kësaj shërbese. Sa herë që një njeri në trup thot, kjo nuk është përgjegjësia ime, dikush tjetër në trupin e Krishtit po thot, pse nuk po prekem nga kjo shërbesë? Sepse gjithë secili në trup ka një dhunti nga Perëndia për të sjellë një ndryshim. Dhe kur ne tërhiqemi, kjo mund të na jap një çast të shkurtër të çlirimi, por dikush këtu për të cilin Perëndia ka patur për qëllim ta marrë këtë shërbesë për cilën ai ju ka pajisur, ky person lihet jashtë procesit
për shkak të madhësisë së kishës. Ne duhet të mendojmë jo vetëm për madhësinë e kishës, por edhe për diversitetin e saj. Vini re se Biblia na thotë se ne jemi të ndryshëm. Romakëve 12:4 na thotë se në një trup kemi shumë gjymtyrë dhe të gjitha gjymtyrët nuk kanë të njëjtin funksion. 1 Korintasve na thotë në këtë mënyrë: aty thuhet ka larmi dhuntish, por i njëjti frym. Ka edhe larmi shërbimesh, por i njëjti Zot. Dhe ka larmi veprimtarish, por është i njëjti Perëndi i cili i bën të gjitha gjërat në të gjithë. Dhe të gjitha këto i bën i njëjti dhe i vetmi frym, duke i ndarë gjithsecilit dhunti veç e veç, ashtu si do vet. Tani, sa prej jush janë të gëzuar që ne nuk jemi të gjithë saktësisht të njëjtë? Disa prej jush më shumë se të tjerët. Nuk do të harroj kur isha pastor në Fort Wayne, Indiana, aty bënte dimër. Unë duhet të thoja këtë, disa prej jush as që nuk e din se çfarë është dimri. Koha kur bie borë, në fakt atë kish që e mbolla unë, na u desh shumë herë që ta mbyllnim, nuk mund të shkonim dot në kish, sepse rrugët ishin plotësisht të mbuluara nga dëbora. Më kujtohet një fundjavë në veçanti kur ndodhi diçka e tillë. Kisha mjaftueshëm kohë, kisha rreth 8 orë kohë. Dhe vendosa, sepse ishim drejt për drejt në televizor, jo si që jemi këtu sot, por transmetonim direkt. Ishim antarësuar në një stacion satelitor dhe transmetonim në gjithë zonën e Fort Wayne-it. Dhe askush nuk mund të shkonte në kish, por duhej ta bënim shërbesën. Morëm një slit me motor dhe shkuam të merrim atë që luante në piano, morëm një këngëtar dhe inxhinierët tanë dhe të gjitha slitat i parkuam përpara dhe zhvilluam shërbesën. Unë predikova por nuk ishte njeri në kish. Por ishte audienca më e madhe televizive që kishim patur kur isha në Fort Wayne. Dhe vendosa që të predikoja për borën. Baj mend që lexova shumë gjëra për borën në Bibël, kisha bërë një listë me vargja dhe lexova çdo referencë, dhe ajo që më kujtohet më shumë se gjithçka tjetër ishte kjo: që nëse shihni flokët e dëborës në gjithë historinë e dëborës, nuk ka pasur asnjëherë 2 flokë bore që janë të njëjtë. Nuk është diçka e mahnitshme kjo? Perëndia krijoi çdo flok bore me një ndryshim unik. Dhe Perëndia na ka krijuar të gjithëve ne si fëmijë të tij me një ndryshim unik. Ne jemi të ndryshëm dhe të gjithë ne jemi një, por jemi të gjithë të ndryshëm. Zonja dhe zotrinj, Perëndia na ka dhënë privilegjin që të jemi pjesë e kishës, organizimit më të larmishëm në të gjithë historinë e botës. Dhe Bibla na thotë se ndërsa të gjithë jemi të ndryshëm, të gjithë kemi të njëjtin Zot. Të gjithë kemi të njëjtin dhurim, të gjithë kemi të njëjtin qëllim. Për këtë arsye ne bëhemi bashkë si motra dhe vëllezër, dhe e vetmja gjuhë që ka rëndësi është gjuha e dashurisë nga vetë Perëndia. Ne jemi një, por ne jemi shumë. Dhe pastaj në vargun 5 na thuhet se ne jo vetëm që jemi shumë dhe të ndryshëm, por jemi të bashkuar, kështu edhe ne megjithse jemi shumë, jemi një trup në Krishtin. Larmishmëria dhe uniteti. Një, por shumë. Të ndryshëm, por në një mënyrë të njëjtë. E dini, bota po përpiqet të zbulojë se si të përballet me tensionet racore dhe me gjithë problemet që po ndodhin mes komuniteteve etnike. Dhe trupi i Krishtit është përgjigja, sepse kur ne vijmë te Krishti, ndryshimet racore nuk kanë më rëndësi, për shkak se ne jemi një në trupin e Krishtit. Dhe ky është një thesar i mrekullueshëm që e kemi në kishën e Jezus Krishtit. A mund të dëgjoj një amen? Amen, në rregull. Pra duhet të mendojmë për madhësinë e kishës. Dhuntia që ju keni është shumë e rëndësishme, sepse kisha është shumë e madhe. Dhe kisha është kaq e larmishme dhe për shkak të kësaj ju sillni diçka unike në kishë. Dhe duhet gjithashtu të mendoni edhe për harmoninë e kishës. Na thuhet se individualisht ne jemi antar të njëri tjetrit. Dhe më pëlqen një varg, vargu 16 tek Efesianëve 4 thotë kështu: prej të cilit gjithë trupi, i lidhur mirë dhe i bashkuar, me anë të kontributit që jep çdo gjymtyr, dhe sipas forcës së çdo pjese të veçantë, shkakton rritjen e trupit për ndërtimin e vetes së tij në dashuri. Ajo që na thot ky varg është se për shkak se kur mblidhemi bashk si trupi i Krishtit dhe gjithë secili prej nesh si një dhunti unike dhe të ndryshme në trup, kur e bëjmë të gjithë këtë, trupi rritet. Kjo nuk është zgjedhje, nëse doni vërtet që t'jeni një besimtar i pjekur dhe që rritet.
duhet të zbuloni se çfarë ju ka dhënë Perëndia për të bërë dhe ta bëni. Sepse ai kurrë nuk thërret dikë që të qëndrojë ulur në stol. Nuk ka spektator të thirrur në kish. Ne kemi spektator pafund. Dikush ka thënë se kisha është si një lojë futbolli. Kemi 22.000 njerëz në stol që duhet të stërviten dhe kemi 22 njerëz në fushë. 22 njerëz në fushë që duhet të pushojnë. Kjo është e vërtetë. Kjo është e vërtetë edhe për këtë kishë. Dhe nuk po jo jap këtë mesazh për shkak se ndodhemi përballë një krize të madhe. Po jo jap këtë mesazh sepse e di që shëndeti juaj shpirtëror, rritja juaj shpirtërore dhe mirëqenia juaj shpirtërore varet jo vetëm nga të qenit i shpëtuar, por edhe duke i shërbyer Zotit. Këtë na ka thirrur Perëndia të bëjmë të gjithë. Dhe pastaj kjo do të thotë se çdo i krishter plotësisht i angazhuar duhet të mendojë për kontributin e tij. Dhe këtu nuk e kam fjalën për parat. Vargjet 6 deri në 8 të Romakëve 12 thonë dhe tani duke pasur dhunti të ndryshme sipas hirit që na u dha. Dhe çfarë duhet bëjmë me këto dhunti? Le ti përdorim. Të kesh një dhunti dhe të qëndrosh në vend duke admiruar është një gjë, por ky nuk është qëllimi i dhuntisë. Një dhunti nuk është dhunti nëse nuk përdoret. Prandaj Biblia na thotë, dhe tani duke pasur dhunti të ndryshme sipas hirit që na u dha, le ti përdorim. Dhe kjo më jep një liri të madhe për t'ju pyetur apo e përdorni ju dhuntin tuaj. Perëndia nuk do t'ju thras kur të bëni diçka për cilën ai s'ju ka dhënë mundësi ta bëni. Perëndia thërret, por Perëndia mundson. Perëndia do t'ju lidh diku dhe ju do të filloni të ndjeni gëzimin e të qenit, një pjesë e dobishme dhe jetësore e trupit të Krishtit. Kemi një numër të madh ilustrimesh për lloje të ndryshme të dhuntive. Për shembull, disa njerëz kanë dhunti për parashtrimin e ungjillit, për thirrjen e së vërtetës. Të tjerë kanë dhunti për ta ushtruar këtë, disa kanë dhunti për ta shpjeguar këtë, dhe disa kanë dhunti për inkurajim, bekime dhe shërbes. Kurse disa të tjerë kanë dhunti që ta shtrinë shërbesën në ungjillizim. Disa të tjerë kanë dhunti për të kontribuar, e dini në dhjetën e re është një dhunti që quhet dhuntia e të dhënit. Dhe ndërsa kam takuar njerëz të ndryshëm, kam vënë re se Perëndia i ka bekuar financiarisht, u ka dhënë atyre dhuntin e bujarisë. Njerëzit e kanë këtë dhunti. Pastaj kemi dhuntin e drejtimit. Të gjitha këto janë dhunti të ndryshme dhe me qira fjala, nëse po përpiqeni të zbuloni ku janë dhuntit dhe çfarë lloj dhuntish ju jep Perëndia njerëzve të tij, me aq sa kuptoj unë, në dhjetën e re kemi 19 dhunti të tilla dhe ja se ku mund t'i gjeni këto. Një pjesë të listës do ta gjeni tek Efesianëve 4, një pjesë te Romakëve 12, një pjesë do ta gjeni tek 1 Korintasve 12. Nëse i shihni këto pasazhe, keni për t'i gjetur menjëherë ato, aty i keni të gjitha këto lloje të ndryshme dhuntish. Bëni një listë dhe pyetini Zotin, ku futem unë në këtë listë? Nuk është një listë e lodhshme, por është një listë fillestare. Do t'ju ndihmoj të kuptoni se çfarë shërbese ju ka dhënë Perëndia. Në një mbledhje të shoqatës amerikane të psikologëve, psikologët Jack Lipton dhe R. Scott Bolun prezantuan zbulimet e tyre se si antar të pjesëve të ndryshme të 11 orkestrave kryesore simfonike e perceptonin njëri tjetrin. Ata të instrumenteve me perkusion shiheshin si të pandjeshëm, jo inteligjent e të shurdhër, por që u pëlqente të argëtoheshin. Ata të harqeve shiheshin si arrogant, të vështirë dhe jo atletik. Antarët e orkestrës në shumicë zgjodhen fjalën të zhurmshëm si për emër të parë për të përshkruar instrumentistët e tunxhit. Banda frymore dukej se kishte vlerësimin më të lartë, të përshkruar si të qetë, të përpikt, edhe pse pak egoist. Me personalitete dhe perceptime kaq shumë të ndryshme, si mundet që një orkestër të bëhet bashkë dhe të krijojë një muzikë kaq të mrekullueshme? Përgjigjja është e thjeshtë. Pavarësisht se si e shihnin njëri tjetrin, këta muzikantë, ata janë nënshtronin ndjenjat dhe paragjykimet e tyre drejtimit të dirigjentit. Në udhëheqjen e tij, ata luanin muzikë të mrekullueshme. Dhe zonja dhe zotrinj, ne jemi si orkestra të tilla. Ne bëhemi bashkë me gjithë origjinalitetin ton dhe krijojmë gjithë këtë në skenë dhe pastaj ngrem syt lart dhe shohim Jezus Krishtin, kreun e kishës që na drejton. Dhe në një mënyrë kur ne ndjekim atë, të gjitha këto gjëra që mund të mos jenë tërheqëse për ne personalisht, humbasin në përkushtimin ton ndaj Jezus Krishtit dhe kishës së tij.
është gjëja më e bukur, gjëja më e mrekullueshme që mund të shihni ndonjëherë. Dhe që njerëzit që janë të krishterë të thonë, "O, po, unë jam i krishterë, por shkoj në kishë kur të mundem, nuk kam nevojë për kishën." E po, ju nuk keni nevojë, por kisha ka nevojë për ju. Kur nuk do të bëni ata që Perëndia do që të bëni nëse përpiqeni ta jetoni jetën, të izoluar nga kisha e Jezus Krishtit. Këto nuk janë fjalët e David Jeremias, janë fjalët e shkrimit. Unë e di që derisa të angazhoheni plotësisht me kishën, kur nuk do ta njihni gëzimin e plot që Perëndia do të keni në jetën tuaj. Po mund të bëni gjërat tuaja. Dikush ka shkruar, kur u lindët, nëna ju ka çuar në kishë. Kur u martuat, bashkëshortja ju ka çuar në kishë. Kur ju vdisni, miqtë tuaj ju çojnë në kishë. Pse nuk përpiqeni të vini ndonjëherë edhe vetë në kishë? Nuk është as pak mendim i keq. Çfarë do të thotë jesh plotësisht i angazhuar me kishën? E di që shumë prej jush janë plotësisht angazhuar me Perëndin. Unë shoh shumë prej jush, dhe disa prej jush në mënyrën tuaj të qetë, që jeni plotësisht angazhuar në atë që bëni. Ju e dini që jeta nuk është krijuar të jetohet për gjysmë. Ju jeni njerëz me plot zemër. Dua që t'ju bëj një pyetje. Çfarë do të ndodhte me ju dhe çfarë do të ndodhte me të gjithë ne këtu, nëse do të bëheshit plotësisht angazhuar me kishën ku ju ka çuar Perëndia? Dhe thoni, Zotu, nuk e di se çfarë kërkon ti që të bëj, mbase do që të ngas një autobus, ose mbase do që të punoj si shoqërues, ose mbase do që të bëhem pjesë e korit, çfarë do qoftë. Ka kaq shumë mundësi, i hidhni një sy listës së dhuntive, shikoni se për çfarë besoni se ju ka pajisur Perëndia, pyesni bashkëshorten, çfarë mendon se më ka dhënë Perëndia të bëj, dhe pastaj gjeni një mundësi për ta bërë. Kisha është ajo që Perëndia do të përdorë në këtë kohë dhe epokë. Dhe sa më errësirë që të jetë përreth, aq më shumë do të qëndroj kisha si ajo gjë që Perëndia do ta përdorë në botën e tij sot. Përkushtimi im duhet jetë për atë që është e përjetshme. Edhe përkushtimi juaj kështu duhet jetë. Kisha e Jezus Krishtit është ajo që Perëndia do që ta bekojë. Dhe nuk keni pse të shqetësoheni për kreun e kësaj kishe, sepse është vetë Jezus Krishti. Ai është i njëjti dje, sot dhe përjetë. Le të angazhohemi plotësisht me kishën. Amen. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjalën e Perëndisë, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse doni që të filloni një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën e shpëtimit të Perëndisë, do të fillojë udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Pra, nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, unë ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë të zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft, teksa filloni ecjen me Perëndin, dhe unë pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në moment vendimtar.